Përshëndetje dhe për juve, për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Prokuroria themelore në Mitrovic, pasi që mbrëm pas mesnatës, urdhëroi që të ndaloj numrimi i votave në qendrën e numrimit në Mitrovic të Veriut, sot rreth orës 15 e dha njoftimin e radhës që tha që urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të filloj rinumrimi i votave. Sipas bisedave që kemi pasur këtu me antarët e KQZ-s apo dhe komisionarët e partive politike, thuhet se procesi ka nisur nga fillimi, pra është rinumrim total i votave të ardhura nga Mitrovica e Jugut. Krejt kjo pas disa thirrjeve se ka pasur keq përdorime të votimeve dhe mos përputhje të kodeve nga qendra e votimit me atë flet votimeve. Dhe pas një reagimi që erdhi nga kompania kontraktuese e printerëve që ka sjellur ato flet votime në Kosovë, prokuroria e dha urdhrin që të fillojë. KQZ-ja tha që do të nisë në 16, por realisht procesi i rinumrimit të votave ka filluar para pak minutash, mund të them para 10 minutave, por me atë sa biseduam me personat përgjegjës të cilët kanë filluar rinumrimin e votave, thanë që të njëjtin probleme kanë hasur përsëri sa i përket mos përputhjes së kodave të cilët gjenden në flet votim dhe në kutinë e votimit që kanë ardhur ato vota. Po ashtu gjithë kjo bujë që u bë për shkak të votave të Mitrovicës së Veriut, Partia Demokratike e Kosovës sot ka mbajtur një konferencë për media, e cila ka bërë thirrje që jo rinumrim, por të bëhet plotësisht rivotim në komunën e Mitrovicës së Veriut. Hapa drejt kësaj nuk kemi parë akoma, gjithsesi procesi këtu në qendrën e numrimit të votave në Mitrovicën e Jugut po përcillet edhe nga policia, nga hetuesit të policisë së Kosovës që kanë ardhur këtu me urdhër të prokurorisë Kosovës, saktësisht të Mitrovicës. Dori për qartësim edhe njerë, pra ka të bëj me rinumrim të tërësishëm të votave, edhe ato votat e cilat kanë qenë të rinumruara do të rinumrohen që nga fillimi, apo jo? Ne u interesuam të pyesim antarët e partive politike që janë KQZ dhe të njëjtit thanë se nuk e dinë nëse është nga fillimi apo ka nisur procesi aty ku ka mbetur. Por me bisedat që kemi pasur me personat e cilët janë të urdhëruar të fillojnë rinumrimin, ata po thonë që e ka nisur nga fillimi. Ndonë se nuk kemi raport zyrtar sa i përket kësaj çështje, unë po referohem zyrtarëve të cilët janë të thirrur për të bërë numrimin e votave. Ishte kjo pikërisht kjo tavolina këtu e cila po bën numrimin e votave që e gjeti problemin e njëjtë që realisht e solli këtë situatë, pra mos përputhjen e kodeve në flet votim dhe me kutinë e votimit që realisht i bie kodi i vend votimit apo qendrës së votimit me flet votimin që duhet të jetë në përputhje me të trija, pra. Por gjithsesi, siç e përmenda, unë shikuesit e TV Dugagjinit i ftoj të ndjekin edhe një kronikë se çfarë ndodhi gjatë ditës dhe çfarë thanë PDK-ja për këtë proces.